tepër, nuk e di as vetë që kemi mërri me shty 5 muj, pa asnjë pagesë as nga komuna dhe pothuajse edhe nga qytetarët. Edhe kjo na ka pa mundësu me kry shërbim, ndërsa komuna sot angazhon operator privat, i ka 2 milion euro me negociu kontratë me operator privat, edhe nuk pas ka pare me pagu borxhet që vet i ka shkaktuar dhe problemet që vet i ka shkaktuar financiare për ndërmarrjen tonë. Që kjo ndoshta është përgjigja më e duhur, nuk duhet me u posi si diçka si telashe politike, pavarësisht që po tentohet me u kriju kjo narrativ, fare nuk ka, sot me pas naft, sot me pas parë në llogari, sot e kryjm shërbimin në çit moment. Do të thotë nuk ka të bëj fare me ato që po tentohet me u ngritë si narrativ. Një pyetje para se të lidhem edhe me drejtorin Bekim Brestovci. Komuna ju ka dërguar një kontratë, thonë, thamë parës para grevit. Qëre është paradoks, Arben, me thonë drejtë, na kemi qenë çdo herë nga dishmëri me gjesë zgjidhje, edhe për qitë kontratë është bëhet fjalë nëse zgaboj për kontratë për mbeturina si përfaqësore, në përdo lagje, qyshe të qytetit, në trotuare, ku grumbullohen mbeturin, jo mbeturina të xhepit, po mbeturina që hedhin një farforme deponi, mini deponi ilegale. Dhe kjo nga 15 prilli presim me nënshu. 3 herë i kemi shkru drejtorit, 2 herë i kemi kërku me ricaktu takim vetëm gjatë mujit prill. Sepse kjo ka pas me im fuqime 22 prill. Nuk ka pas nevojë me ardhur deri sot në mesin gati në fund mujit maj, edhe mas të jenë shkaktu këto telashe, edhe ndoshta edhe presioni edhe i punëtorëve edhe i situatës me ardhur deri në këtë situatë edhe me thonë po e bëjmë një zgjidhje.